tuesja në det dhe heshtja fajtore për 30 vjetorin në një takim që shënon 30 vjetorin e Bashkëpunimit të Shqipërisë me Komisionin e Venecias dhe me Këshillin e Europës, një takim i cili përkoi në fakt jo vetëm atë që ju vini në papra me atë që quhet një farë rrëzimi i gjykatës kushtetuese nga vetë gjykata kushtetuese, por edhe në një moment që në Shqipëri po flitet pa pushim për reformën drejtësisë, si u bë ajo dhe çfarë efekte ka shkaktuar, duke se gjitha palët po pranojnë tani se ka dhënë mjaft efekte të padëshirueshme. Nga një kohë në fillim kur ishte tabu të flisje për reformën drejtësi, duke se tashmë ka shpërthyer i gjithë debati për këtë reformë. Po e nisim nga gjykata kushtetuese. Ju vini duke se Komisioni i Venecias erdhi në Tiranë në këtë takim jubilar ku shkëmbyen fjalë të bukura dhe përshëndetëse, në një kohë që gjykata kushtetuese vendosi kundër rekomandimeve që më herët kishte bërë vetë Komisioni i Venecias. Po, kjo është e vërteta e gjërave. Pikërisht ky takim ndodhi në një moment ku do kishte nevojë për të hapur një kuptimin më të mirë të fjalës, një front të vërtet kundër paligjshmërisë, kundër antikushtetueshmërisë, dhe ky ishte një rast që për ta bërë sa mirë të gjithë, dhe natyrshëm që pritet që këtë gjë ta bëjë gjithmonë më fort përfaqësuesit e opozitës, të cilët marrin pjesë në aktivitete të caktuara, sepse asnjë iluzione nuk mund të kemi nga autorët e këtyre fuçeve dhe kësaj paligjshmërie, mund të presim që ta bëjnë as rilindrasit, as pjesë të kalbura të drejtësisë, të cilat përmes korporatizmit po rrëmbejnë gjithçka dhe viktima e fundit që gjykata kushtetuese. Kështu që në këtë plan, një nga gjërat që unë do doja dhe prisja ishte që mesazhi i përfaqësuesve të opozitës në këto takime, për cilat nuk duhet pasur asnjë ndërroje, nuk duhet pasur asnjë kompleks për të dukur sa më fin, sa më elegant, sa më gjuhë të zgjedhur. Jo, do folur me gjuhë të drejtë për drejtë, me gjuhë shumë të fortë dhe pas një kompromis. Sepse çështjet në tavolinë ishin dy. Ishte çështja e gjykatës kushtetuese. Komisioni i Venecias është komisioni i cili ka komunikuar me gjykatën kushtetuese, ka kontribuar në ngritjen e gjykatës kushtetuese në Shqipëri, edhe në reformën 2016, por dhe më parë në mënyrë të veçantë reformën e vitit 2016, 2022 korrikut, dhe në momentin që kjo shkatërrohet, pra kemi gjykatë që me mekanizmat e vërteta të impuçit përfshirë president, kryetar gjykatës të lartë, media, faktorë tjerë, faktorë brenda gjykatës kushtetuese, çfarë bën? Hodhën poshtë opinionin e vetë Komisionit Venecias, i cili në këtë mbledhje po veneroje dhe po falenderoj, dhe kanë hedhur poshtë edhe po vetë gjykatën kushtetuese, e cila kishte bërë dhe një interpretim shterus vitin parë, vitin 2012, për çështjen e mandateve. Pra, u ligjërua që gjykata kushtetuese u dekapitua, u shpartallua dhe praktikisht vendi sot është pa gjykatë kushtetuese. Kush do të ishte interesuar i kryesor për ta pasur gjykatë kushtetuese me gjithë problemet shumë të mëdha që ka, po gjithsesi për të mbrojtur edhe mendimet ndryshe, edhe mendimin oponencial e tjerë, është opozita. Është opozita. Dhe unë me thënë drejtën nuk u ndjeva mirë që nuk e pash të përqendruar të fortë fjalën e opozitës me objekt të caktuar, sepse kemi të ngjarje shumë të rënda janë këtu përpara nesh. Ky është korpusi i parë. Dhe korpusi i dytë, sepse sigurisht nga antikushtetueshmëria dhe paligjshmëria rrjedhin të tjera. Kemi një moment më të rëndin në historinë e Shqipërisë. Më të rëndin ndonjëherë, që edhe nga pikpamja formale, nga pikpamja formale ligjore, të detat e njeriut dhunohen në mënyrë shnjërdore. Para pak se ne të bëjmë intervistën tuaj, ka pasur një tjetër vendim shumë të rëndë, ku gjykata speciale mohon lirin zotit Meta, presidenti i Partisë së Lirisë, në tashmë dihet botërisht që ekziston dhe u rrëmbyer dhe më shumë pa pasur asnjë provë, asnjë dokumentacion fakt, por i mohohet edhe kjo që është një det formale. Dhe çfarë ka ndodhur? Ku ndodhet drejtësia e Shqipërisë? Gjykatësia që shkel ligjin, duhet gjykoj personin, presidentin e Partisë së Lirisë që nuk ka shkelur ligjin. Drejtësia bën të pamundur të fsheh, t'i bëj alibi, t'i ambuloj gjykatës, shkeljet e ligjit, ndërkohë nga ana tjetër përpiqet të shpik të sajoj shkeljet e ligjit që nuk ekzistojnë për presidentin e Partisë së Lirisë. Ballë për ballë, pra, padrejtësia e ngritur në ligj është në rastin e sotëm. E njëjta gjë
është edhe për zotin Berisha, e të tjerë. Por po marr raste të tilla. Për më shumë, ju keni që me paturpësinë më të madhe, për shumë rastin e zotit Meta, ku arrin paturpësia. Ky ish kryetari i SPAK-u dele thotë që rrëmbimi gjithçka ishte shumë i papërshtatshëm me tjera, për një fjalë, shkelet të madhe të ligjit. Ka fajtor? Ka njerëz që dalin para përgjegjësisë? Jo, ka vetëm mekanizëm mbulimi. Pra çfarë ndodh? Në këto raste, kur shkelja e drejtave të njeriut dhe dhunimi i çdo elementi kushtetues dhe elementi ligjor në Shqipëri është ashtu më ulur këmbë kryq, përfshirë këtu dhe korpusin e tretë, pa ndëshkushmërinë, që këtej njerëz lidhjeve të opozitës përpiqen të shpikin gjëra që nuk ekzistojnë as në qiell as në dhe, këtyre miliarda i shikoni ato me radhë që nga rrugët e portit Durrësit, aeroporti Vlorës, ato anijet atje, Teca ndej po këteje, nuk po flasim për inceneratore të tjere, paratë e beketit, nuk na del një emisione të numërojmë, për cilat përfshirë këtu kryet çështjen që është me Gonigali, që po tundet Amerika, keni New York Timesin 3 herë publikon shkrime gazeta me madhe foto. Për këto, po të shikoni, nuk ka asnjë individ të gishtit. Pra çfarë do të thotë? Kemi ditët e drejtësisë më të